Vietnami. Gjërat që nuk I dinit për Vietnamin. Vietnami u përball me dy superfuqi njëra pas tjetrës, dhe në fund doli edhe më I fortë. Vietnami është një shtet I gjatë dhe I ngushtë, me formë si shkronja S, që shtrihet përgjatë bregut të Azisë Juglindore. Në veri kufizohet me Kinën, në perëndim me Laosin dhe Kambodgjen, ndërsa në lindje laget nga deti I Kinës jugore. Dhe ja një fakt interesant. Vietnami ka formën e dragoj. Banorët besojnë se kjo I sjell fuqi dhe fat. Ky dragua është përballur me Kinën, Francën dhe Amerikën dhe ka arritur të bëjë ballë të gjithëve. Vietnami ka pothuajse madhësinë e New Meksikos, por me rreth 98 milion banor. Është shumë I gjatë, rreth 1600 kilometra, nga veriu në jug, por në pikën më të ngushtë është vetëm rreth 50 kilometra I gjerë. Këtu fillon pjesa më e pabesueshme për Vietnamin. Në Vietnam ndodhen shpella gjigande që krijojnë edhe klimën e tyre brenda. Hang Son Doong është shpella më e madhe në botë, aq e madhe sa mund të fusesh brenda një ndërtesë me 40 kate. Madje, një avion I madh mund të kalojë brenda pa prekur muret. Vietnami ka dhuruar botës supën e famshme Po dhe kafenë e ftohtë vietnameze. Në lumin Mekong zhvillohen tregje lundruese ku njerëzit jetojnë dhe tregtojnë direkt nga varkat. Pavarësisht se u bombarduar rënd në të kaluarën, Vietnami u rimëkëmbë dhe sot është një vend që po zhvillohet me shpejtësi. Dhe një detaj I fundit për Vietnamin. Në Vietnam ka më shumë motor se sa njerëz. Trafiku ngjan si një det I pafund me skutera, ngado që të hedhësh syt.